Epopet e Gjergj Kastriotit janë shembuj të qëndresës shqiptare ndaj pushtuesit. Një tjetër referencë e betejave të shtrira në kohë të shqiptarëve i përket periudhës së luftës nacional çlirimtare, në luftën e Konispolit. Më 5 gushtë 1943, ushtria shqiptare nisi luftën e parë në vendin tonë në kufirin shtetëror me Greqinë kundër batalioneve gjermane. Për 55 ditë me radhë, deri më 28 shtator 1943, u zhvillua lufta e Konispolit, e cila ka hyrë në histori për kozgjatjen e rezistencës shqiptare, e udhëhequr nga batalioni Çamëria, i ndihmuar edhe nga forca vullnetare të zonës. Komanda gjermane kishte si qëllim të vinte nën kontroll bregdetin jonian nga Gjiri i Artës deri në Konispol. Luftime të gjata pati përgjat rrugës automobilistike Skalom-Konispol dhe në drejtim të qafës së Likojanit. Në fund të këtyre luftimeve, gjermanët arritën të pushtonin Konispolin dhe të lironin rrugët për lëvizjen e lirshme të ushtrisë së tyre në territorin e Ballkanit dhe konkretisht drejt Greqisë.